Ndonjëherë ndodh që historitë e suksesit në punë dhe në karrierë nuk do të thonë domosdoshmërisht edhe sukses në jetën familjare. Historia e jetës së avokatit të njohur, Samir Vishaj, e tregon fare qartë këtë gjë. Edhe pse me një karrierë të suksesshme, financiarisht shumë mirë dhe me një bashkëshorte që ka patur një nga klinikat estetike më të mira në Shqipëri, avokati Vishaj ka deklaruar se bashkëshortja e tij e ka braktisur në momentet më të vështira kur ai u diagnostikua me një sëmundje të rëndë. Ka qenë vetë avokati Vishaj që deklaroi se gruaja e tij e la pas 30 vitesh, duke e divorcuar në momentet e tij më të vështira. Tashmë, unë nuk di si ta vazhdoj jetën, sepse më është kthyer përmbys, ka deklaruar avokati. Por largimi i gruas ka qenë vetëm njëra anë e medaljes, se së fundmi avokati ka deklaruar se bashkë me të janë larguar edhe 2 djemtë e tij të mëdhenj. Të gjithë kanë shkuar në Amerikë, duke më lënë një boshllok në shtëpi dhe në shpirt. Por me kë jeton sot Samir Vishaj? Ai u shpreh se falenderon shokët që e motivojnë për të vijuar jetën dhe i është kthyer punës për të kaluar vetminë. Sepse është e vështirë që të zëvendësohet gruaja në shtëpi, ai u shpreh se për të shmangur vetminë ka marrë një qen në shtëpi për të cilin kujdeset. Me sa duket, boshllokun e lënë në shtëpi nga largimi i gruas dhe i djemve, avokati po mundohet ta mbush me kafshë shtëpiake, që japin dashuri pa kushte dhe pa interes.